Shkëndija sonde zbret në fushë në Sloveni ku përballet me Bravon në ndeshjen e parë të raundit të dytë eliminator të UEFA Conference League, ku gjezënjt synojnë një rezultat të favorshëm në transfertën e Ljubljanës për të krijuar avantazh para ndeshjes së kthimit në Shkup. Trajneri Pollozhani dhe mesfushori Krasniqi kërkuan përqendrim maksimal për të arritur rezultat pozitiv. Tjetër që na pret një ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse unë e kam potencuar edhe tek konferencat tjera që Kupat e Europës kanë një specifik që sa më shumë ture të kalojsh vështirësitë, aq më shumë shtohen, që do të thotë duhet të jemi gatshëm 100% nga i pari deri i fundit për një performancë ose për një pjesë të parë 90 minutë që na pret këtu në Sloveni. Mendoj që Evropa nuk besoj që ka ekip të dobët dhe që luajnë në këtë nivel, kështu që ekipa ka punuar shumë mirë dhe besoj që është e gatshme dhe shpresojmë që të kemi fatin dhe të arrijmë atë që dëshirojmë kalimin tutje. Ekipi i Pollozhanit ka udhëtuar 2 ditë më herët drejt Slovenisë dhe ka zhvilluar përgatitjet në stadiumin Stožice. Në dyshim për këtë takim janë portieri Babacar Gaje dhe mbrojtësi Anes Meliqi, ndërsa Sebastian Spahiu është rikthyer në stërvitje dhe është në dispozicion. Ndeshja zhvillohet në mbrëmje me fillim në ora 20:45.